siç e patë dhe ju dhe ishit pjesë e këtij komisioni, këta po tentojnë që ta anashkalojnë çdo procedurë, domethënë jashtë çdo standardi po tentojnë që t'i kapin bordin e RTK-s edhe të KPM-s, dhe unë nuk bëhem pjesë e një maskarade të tillë, thash edhe në komision. Krejt çka kemi kërkuar na është që të respektohen procedurat. Kuvendi nuk ka filluar me ta, ata shumica e antarëve të komisionit kanë qenë edhe më herët deputet dhe i din procedurat, ata qëllimisht po e anashkalojnë të gjitha procedurat thjesht për me i kap bordin e RTK-s dhe bordin e KPM-s. Ne i kemi rreth 100 kandidat në të dy bordet që kemi me intervistu. Saktësisht 70 i kemi për bordin e RTK-s dhe 30 i kemi për KPM-n. Dhe më thonë, llogariti tash 100 kandidat në mënyra të përshpejtume. Nuk ka kapacitete komisioni në mënyrë të përshpejtume, sepse nuk është e nevojshme asnjë nguti. Krejt çka kemi kërkuar na është që të caktohet intervista, të mahet hanën, të martën, të mërkurën dhe derisa të përfundoj. Këta po kërkojnë me fillu nesër që është e mërkure, pastaj me ndërprejtajten që kemi komision, seancë parlamentare dhe me vazhdu të premten. Ka shumë gjasa që dhe të premten do të kemi seancë parlamentare dhe prap na duhet me ndërprej intervistat. Dhe në momentin kur ti i merr të mërkurën disa kandidatë në intervistë, pastaj pauzon 3-4 ditë, ajo është pa barazi ndaj kandidatëve dhe është shkelje e të drejtave të kandidatëve të cilët janë në konkurs. Dhe si antarë e këtij komisioni kam kërkuar që të respektohen rregullat bazë, që është minimalisht 3 ditë pune përpara me njoftu kandidatët, me u përgatit kandidatët mas pari psiqikisht për me arë në komision. E mos flas tani edhe profesionalisht. Nuk mundesh ti sot me marrë vendim që ata nesër në ora 9 me ardhë në komision në intervistë. Por, fatkeqësisht, ata kanë arrogancën e numrave, na kanë mbivotu edhe po na mbivotojnë, po marrin vendime qysh po dojnë vetë, jashtë rregullave të kuvendit, jashtë procedurave, jashtë rregullores, çdo gjë e bojnë qysh aty në ju konvenon. Dhe synimi tyne konkret është me kap bordin e RTK dhe me kap edhe KPM-n dhe pastaj me kriju diktat edhe anarki në gjitha institucionet e vendit. Dhe unë jam kundër këtij regjimi. Nuk mundemi ne në këtë formë duke degradu çdo proces me vazhdu tutje. Krejt çka kemi kërkuar është respektim të rregullave, bazë të konkursit. Nuk mundesh ti qysh ti marrësh direktivat dhe urdhrat nga grupi parlamentar i vetëvendosjes me ardhmën ai imponu neve në komision. Na gjatë ditës do të konsultohemi edhe një herë, faktikisht, dhe thjesht si Parti Demokratike, aty ku unë jam përfaqësuese e Partisë Demokratike, nuk do të hesht asnjëherë duke ngritë zonin kundër parregullsive. Këto komisione janë kriju në mënyrë të parregull dhe kanë funksionu në mënyrë të parregull gjatë gjithë kohës dhe po vazhdojnë edhe tutje dhe unë jam kundër parregullsive. Thjesht si Parti Demokratike dhe ta japim qëndrimin ton në momentin e duhur. Vetë fakti që sot është ora afër 12 dhe nesër në ora 9 janë ftu për intervistë, kjo tregon që nuk janë as 24 orë përpara që të përgatitemi për ato intervista. Thashë edhe një herë, kemi material voluminoz, kemi 100 kandidat në 2 bordet. Dhe kjo është e papranueshme. Nuk ka nevojë, sepse nuk është përgjegjësi e askujt tjetër, vetëm e partisë në pushtet që i ka zvarrit bordet deri tash dhe i kalon të pakompletuara. Dhe nëse kanë prit 6 muaj në vit, pse mos më prit edhe 2-3 deri në të hënën. Shkojmë të hënën në mënyrë të rregullt, mbas të procedura, pa shkputje e intervistojmë dhe kryejmë procesin. Pse kjo nguti? Sepse dëshirojnë ta imponojnë mënyrën e vetë punës dhe t'i kapin institucionet. Është arrogancë e numrave komplet. Aktualisht jemi të pafuqishëm që t'i ndalim këto procese të dëmshme, por shpresoj shumë që shumë shpejt do të shkojmë zgjedhje dhe qytetari i Republikës Kosovës do t'ua tregoj vendin. Po ky proces duhet të jetë transparent, ku respektohet edhe digniteti dhe integriteti i të gjithë kandidatëve dhe kur ka transparencë të plot edhe në evidentimin e këtij procesi ose mbarvajtjes së procesit, po mbi të gjitha sigurisë dhe barazisë në intervistë. Partia në pushtet dhe shumica nuk e dëshiron këtë, dëshiron që ky proces shkojë vetëm sa për sy e faqe dhe të ketë individ sigurisht të përzgjedhur të pushtetit për të vazhduar kapjen e radio-televizionit të Kosovës. Këtë nuk mund as ta pranojmë, por as nuk
dëshirojmë të jemi pjesë e saj, por do ta ngrisim në të gjitha nivelet e mundshme dhe kundërshtimet tona në aspektin demokratik të këtij procesi. A mundem na shpjegoj pak më shumë sepse të ishit pikërisht të shtyhet për javën tjetër me qenë se sipas juve pushteti po tenton me hapë CRDK, çka do ndryshonte nëse do të shtyhej intervistimin për javën tjetër? Po intervistimi së pari duhet të jetë një mundësi e barabartë për të gjithë kandidatët dhe kur fillon procesi nuk duhet të ndërpritet procesi dhe insistimi im është që ta kemi një proces kur fillon dhe kur përfundon dhe kur barazia në kohë, në mundësi, në pyetje, përgjigje të jepet të gjithë kandidatëve në mënyrë të barabartë. Kjo nuk u pranua fatkeqësisht dhe dëshironin që të fillonin më njëherë intervistimin, pa ju jep mundësi njoftimi të plotë të gjithë kandidatëve dhe pa u evidentuar të gjitha çështjet që ka të bëjmë edhe me materialet, por edhe me kushtet dhe kriteret që i plotson çdo kandidat për këtë garë zgjedhore.